Federata Shqiptare e Futbollit synon organizimin e finales së Superkupës së Europës për vitin 2028. Vetë presidenti Armand Duka konfirmoi interesin e federatës. Çfarë ngjarje të madhe do të ketë FSH që ne nuk e dim? Aktiviteti më i rëndësishëm që ne do kemi është Europiani për 21 vjeçarët në vitin 2027, që do bëhet në Shqipëri. Do vinë 8 ekipe këtu dhe 8 në Serbi. Kampionati Europian i 21 vjeçarëve është kampionati i dytë më i rëndësishëm pas kampionatit Europian të të rriturve. Ajo që nuk e dim dhe që ne lobojmë për ta pasur në Shqipëri është finalja e Superkupës së Europës në vitin 2028 në Shqipëri. Ku jemi për ta arritur? Zakonisht ne kur nisim i realizojmë. Presidenti i Federatës te ndryshe në Top Albania Radio konfirmon kështu se Shqipëria është një nga vendet që hedh kandidaturën. Hera e parë dhe e vetme që Shqipëria ka pritur një finale për klube në Europë ishte pikërisht në vitin 2022. Roma fitonte finalen e Ligës së Konferencës përballë Feyenoord në stadiumin Air Albania. Kujtojmë se kandidatura për organizimin e Superkupës së Europës vlen përpas 2 viteve, pikërisht në 2028, siç vetë Duka konfirmoi. Tonë zyrtarë në YouTube. Unë do t'ja kaloj fjalën më herë presidentit Duka për të mos humur kohë dhe më tej vazhdoj me pjesën tjetër. President, fjala për ju. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur sot në këtë ditë vërtet rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në të cilën ne do të bëjmë publik emërimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë ne mbyllim, le të themi, një cikël me tashmë nga ky moment mund të themi ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinjo dhe stafin e tij, cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtarën shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë, dhe unë për këtë padyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i tij, por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt të reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën. Kemi menduar dhe kemi rënë në konsensus që ky cikël duhet mbyllet për të hapur një cikël të ri. Me një trajner jo të ri në moshë, por me një trajner me shumë eksperiencë, siç është zoti Ronaldo. Okej, objektivat tona mbeten, domethënë ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë, dhe objektivat mbeten, ne jemi objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për qenë pjesë e botrorit 2030. Tani unë nuk dua të zgjatem më, të falenderoj edhe një herë Silvion, Dorin dhe Pavlo Zabaletën për bashkëpunimin dhe për kontributin në kombëtarën shqiptare. T'i uroj suksese trajnerit Rolando Maran me ekipin kombëtar shqiptar. Unë
në fakt nuk bëra CV-n e zotit Maran, sepse është një emër i njohur i futbollit evropian, ka një eksperiencë 25 vjeçare në fushën e trajnimit, duke trajnuar skuadra të rëndësishme në seri A dhe B italiane, dhe jam shumë i bindur që do të bëjmë mirë në Nations League dhe në kualifikuese. Faleminderit edhe një herë për prezencën dhe fjalën ja kalojmë Silvius. ish trajnerit zotit Silvinho. Mirëmëngjesi, Çuna Goccia, grazie Mister Presidente. Anche per me si diventa 2 minuti di un cuore accelerato, ma ci sta. 2 minuta me emozione. Mettiamo tanta energia. Oggi forse non c'è la traduzione, lo fa te, perdon, o Lenida? Va benissimo. Poi da nostra parte ringraziare, ma arrivo lì, abbiamo deciso insieme che era la fine di un ciclo, që të 3 anni mbyllet ky e cikël, mezzo, një cikël për 3 vite e gjysmë, in cui abbiamo në të lavorato cilin kemi duramente punuar per shumë për rappresentare të përfaqësuar bene questa shumë nazione. mirë këtë kombëtare. Nazione in Të cui kom. mi hanno accolto tantissimo bene, Një kom që ringrazio unë më veramente kam a mirëpritur tutti. shumë mirë dhe ju falenderoj shumë. Allora conosco benissimo Albania, Tani e njoh shumë Tirana, mirë Shqipërinë, a tutti Tiranën, voi ringrazio veramente dhe tanto. dua t'ju falenderoj shumë. Ringrazio anche al Mister Presidente per la Falenderoj edhe fiducia presidentin për besimin, di lavoro, për punën. certamente a più di 100 persone che lavorano in Sigurisht questa mbi 100 federata, njerëz të cilët tanti punojnë di në loro këtë federat, conoscono shumë prej bene, tyre abbiamo fatto e caffè, din shumë mirë çfarë qualcuno kemi pranzo, bërë. qualcuno cena, Me disa bella kemi chiacchiera. pasur mundësi edhe të bisedojmë, të hamë Devo drejtë të ringraziare anche a darkë. tutti gli staff Dua të falenderoj gjithë stafin, tecnico che stafin abbiamo, teknik, a tutti i calciatori të gjithë che futbollistët, da noi ha fatto un percorso da 3 anni e të mezzo cilët molto kanë bërë një buono. rrugtim Abbiamo për cresciuto 3 vite e tutti gjysmë me ne insieme. dhe jemi rritur të gjithë bashkë. E certamente l'ultimo. Sigurisht të fundit. I tifosi appassionati della nazionale. Tifozët Il shumë supporto da dashamirës tutti voi ndaj è kombëtarës. stato per noi veramente un segno molto positivo Për ne di ka tutto qenë quello che gjithmonë abbiamo një shumë fatto, pozitive. che ha Të dato asaj çfarë kemi tanta bërë, të energia asaj çfarë per kemi bërë ka lavorare dhënë shumë ogni energji për të giorno, punuar, ogni giorno për të punuar çdo per ditë. fare il per migliore. bërë më të Poi non c'è tanto da dire, mi Sot ka ricordo shumë për të solo thënë, che dal më primo giorno che è kujtohet stato që qui, nga dita e parë që kam non mi qenë këtu, ricordo se è un 9 di gennaio më di kujtohet se 2023, është 9, ndoshta 9 Io avevo janari detto una cosa. 2023, kam thënë anima, diçka. cuori, il sudore non ci può mancare mai. Shpirti, zemra Soprattutto non dhe è squadra di djersa calcio, ma nuk duhet të soprattutto mungoj nella kur, kam thënë nazionale. këtë gjë në ditën e parë. Ce l'abbiamo fatto Ja tutti kemi dalë insieme, come të l'ho gjithë detto së sempre, bashku. ringrazio Siç e kam a thënë tutti voi gjithmonë. anche. Dua t'ju falenderoj të gjithëve ju. 3 anni, Edhe që ringrazio promozioni a dhe sot tutti. pas 3 vite E shqiptisëm. un grosso in bocca al lupo certamente al Dhe shumë mister Rolando. suksese, Mister, Trainerit të ri successo, Rolando. auguri per il prossimo ciclo, Urime passaggio, për poi ciklin e ri, për tutto di buono pushimin per questa e federata ardhshëm. e per il mister e per il nostro mister presidente, grazie mille. Faleminderit shumë. Facciamo una foto. Auguro, successo. Mister Presidente, grazie a voi. Sì, facciamo.